Përshëndetje miq, dashamije, familjarë të ndjekës të mi, kudo që më ndjekni. Sipas falënderimit të mëparshëm kohë më parë, unë sot me 4 shtator 2025 në ditëlindjen time kam vendosur që ta shpalos një projekt, propozim, një ide e cila më sillet moti në kokë. Kjo ka të bëjë me heqjen e një njolle apo një shenje të okupimit serb, një shenjë të pushtuesit serb, një shenjë të kolonizimit serb, të cilin nuk kemi nevojë në asnjë mënyrë ta mbajmë më tutje. Bëhet fjalë për projekt propozimin për heqjen e emrit Uroševac nga Ferizaj. Ferizaj të mbetet vetëm Ferizaj, i njohur si Ferizaj, pa emrin e okupuesit serb. Siç e dini, historia e Ferizajt është mbi rreth 150 vjeçare, ndërsa ky emër i pushtuesit serb është vendosur pas okupimit të Kosovës, respektivisht pas okupimit të Ferizaj, ku mbretëria serbo-kroate slovene e ka vendosur këtë emër. Pra ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim me e mbajtë një emër të tillë kudo në dokumentet tona, në jetën publike, kudo nuk kemi nevojë, nuk kemi asnjë detyrim ndaj askujt për me mbajtë një emër të pushtuesit. Siç e dini, bota e din, ka qindra shembuj ku shtetet ndryshme, pasi kanë fituar lirim, pasi janë liru, ato i kanë heq emrat e okupuesve ose kolonizatorëve. Prandaj, me mbështetjen tuaj, me që jam edhe kandidat i pavarur për zgjedhjet lokale 2025 që do të marrë me 12 tetor 2025, nga sot kam fillu, do të jetë pjesë e kampanjës time, e fushatës time zgjedhore, një Ferizaj pa Uroševac. Dhe siç e dini, unë zakonisht kam dëshirë më marrë me projekte pak më të mëdha, të cilat të gjitha i kam realizuar. Edhe ky është një zotim, por normalisht më nevojitet edhe mbështetja e juaj. Pra, të shkojmë para, të bëjmë histori për një Ferizaj pa Uroševac. Faleminderit.